Duhet vazhdojmë media dhe shoqëria të merret akoma me një gjë tashmë që është një kufome vdekur, por vetëm që kemi ra të gjithë në kurthin e kësaj kufome, që është opozita shqiptare, ose më saktë Partia Demokratike, jo opozita shqiptare, Partia Demokratike me liderin e saj. Në një kohë që zgjedhjet u mbyllën dhe u certifikuan nga Komisioni Zgjedhor, Odir OSBE, po ashtu dhe liderët evropian dhe SBA kanë uruar për zhvillimin normal të qetë të zgjedhjeve, ka padyshim ka pasur parregullsi, por që nuk deformojnë rezultatin e zgjedhjeve. Opozita me në krye liderin e saj vazhdojnë këngën e Kukuvajkës pa kuptuar se janë në një rrugë që kanë marrë dyshezën dhe në zgjedhjet lokale dhe të ardhshme do të jenë dhe më humbës dhe më të thellë. Kjo opozitë kupton për mos kuptuar atë që tashmë është e qartë për gjithë, që qëllimi i kësaj opozite, ose saktë Partisë Demokratike, që bjerë dhe bëhet qesharake çdo ditë në shërbim të një kufome politike për të mbrojtur kufomën dhe hijenat rreth kufomës së krimeve dhe vjedhjeve të zullumeve që ka shkaktuar shqiptarëve dhe Shqipërisë, është një qesharakarizarizëm që vetëm ngjalli realitet, por në të njëjtën kohë ka bllokuar zhvillimin normal politik demokracisë.